Tash një pyetje ndoshta që duhet ta dim të gjithë, si e ruajmë millin e misit, kur e blejmë në paketime, mbet gjysma, e ruajmë frigorifer, ngrirje thellë, apo në ambiente të errta siç bëjmë me millin e bardhë? Është pak më ndishe milli i misrit, din me kriju krimba më shumë, për shkak që ka dhe lagështi më shumë, kështu që unë për vetë i ruaj në frigorifer. Jo në ngrirje të thellë. Ndoll që na janë në sasi të madhe, për shembull, në shtëpi, nana e ruan ngrirje të thellë me thos të mëdhaj, Po sa ai nuk ngrihet, po. Ose drithin e lojnë drithin edhe bëjnë të freskët edhe në qatë periudhë nuk ngrihet. Mund e merujt edhe ngrirje thellë, nuk është që i hub vlerat, unë për vetë i ruaj në frigorifer. Se den shumë me kriju, po, e përdori ma shpesh. Po në 4 gradë është okej. Nuk është që mundet me kriju, për shembull krimba, ose mu mykë. Për shkak të lagështisë që e përmbajmë, ma shumë përmbajnë ujë. Do me thonë nuk guxojmë ta ruajmë në paketime të mbyllura, plastike, që e qesim për me rujt? Jo, absolut. E shojmë edhe vetë që në momentin që kalon një javë ose 2 maksimumi, pa më parasysh edhe nëse runë në qelqë edhe ku do që e runë, e vrejmë që ndron era edhe fillon me kriju myshe, kështu që ose krimba, vetë jo. Kështu që është mirë me rujt kryesisht në temperatura ma të ftofta. E nëse blejmë sasi që e thamë të madhe, e përdorim tjetrën pjesë e vendosim në ngrirje të thellë, a ka një afat caktuar sa mund ta përdorim millin, apo nëse është ngrirje të thellë mund ta përdorim gjatë gjithë vitit pastaj? Po, nëse është ngrirje të thellë, nëse bëhet ngrirje të thellë, normal shumica e perimeve ruhen deri një vjet. Edhe milli i misrit. Më thënë edhe pa i shtu diçka, njëjtë është edhe milli i misrit. Dhe misri është një lloj perimi.